Grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka dorëzuar të hënën në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së propozimit për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Deputetja AK Stime Kadriaj ka thënë se kërkesa është nënshkruar nga 11 deputet që vijnë nga AK-ja, LDK-ja dhe PDK-ja. Përmes saj është kërkuar edhe pezullimi i përkohshëm i seancave deri në shqyrtim të lëndës. Raporti është hartuar nga ekspertë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ne kërkuam nga gjykata kushtetuese që kjo të trajtohet me prioritet. Duke konsideruar që është shkelje ligjore, po mendojmë që po zhvlefsohet edhe vlera e Kuvendit të Kosovës duke mbajtur seanca plenare çdo 48 orë dhe seanca të cilat i konsiderojmë që po shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kadriaj ka përmendur faktin se kryesuesi i seancës konstituive më 5 maj ka ndryshuar formën e votimit për kryeparlamentaren. Kjo qeveri nuk ka reflektuar, ka pas parti që kanë dhënë edhe opsione të tjera që ndoshta ndonjë kandidat tjetër që është më konsensual do i kishin votat e opozitës, mirë po këta po vazhdojnë me kandidatin e njëjtë, ata duhet të mlidhen dhe thonë është detyrë e tyre me gjetë zgjedhje, nuk është detyrë e opozitës e partive që kanë qenë në opozitë. Edhe lideri i kësaj partie, Ramush Haradinaj, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se seancat e përsëritura çdo 48 orë pa asnjë vendim janë bërë modeli i papjekurisë shtetërore. Dëmet nga bllokada që po i bëhet konstituimit të kuvendit ka edhe pasoja të rënda politike dhe ekonomike për ne si vende, si shoqëri. Konsiderojmë se ndërrimi i mënyrës së votimit në gjysmë të procesit, me diktat të vetëvendosjes, është shkelje e rëndë e kushtetutës. Në kërkesën e AK-s dërguar në kushtetuese thuhet se arsyeja e kalimit të kryesuesit Avni Dehari nga një agjendë rendi të ditës në një tjetër është arbitrare dhe jo kushtetuese. Të martën pritet vazhdimi i seancës konstituive për herë të 15. Lëvizja vetëvendosje pritet që sërish të propozojë Albulina Haxhiun për kryeparlamentare, e cila deri tash nuk ka arritur që të sigurojë votat e mjaftueshme për këtë post.